ne në çdo namaz, qoftë farz, qoftë nafile, ne në mesin ajeteve të surës Al-Fatiha themi ihdina sirata al-mustaqim. O Allah, na udhëzo në rrugën e drejtë. E përmend Ibn Jarir po ashtu me sened hasan anna rajulan jaa ila Abi al-Aliyah ar-Riyahi. Një njeri ka ardhur dhe ka pyet një alim, Abu al-Aliyah ar-Riyahi, dhe i ka thënë mas sirat al-mustaqim. Çka është për qëllim rruga e drejtë? Qala Abu al-Aliyah, Abu al-Aliyah është përgjigj, ka thënë Muhammedun sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakr wa Umar. Rruga e drejtë është për qëllim Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe dy shokët e tij, Abu Bakri dhe Omeri. Këtij njeriut kjo përgjigje ju ka duk pak e çuditshme. Dhe ka marrë rrugtimin dhe ka shku te Hasan Basriu, rahimahullah. Dhe ka pyetur: "Ma ra'yuka fi hadha?" Cili është mendimi yt në këtë përgjigje? Qala al-Imam al-Hasan al-Basri, është përgjigj Hasan Basriu dhe ka thënë: "Sadaqa wa nasaha." Aja ka thonë të vërtetën dhe ka këshilluar. Pra me këtë fjalë që rruga e drejtë është Muhamedi alayhi salatu wassalam, e ka thënë të vërtetën, por njëkohësisht ai edhe ka këshilluar. E çfarë është kuptimi i kësaj? Idha aradta an yahdiyaka Allahu ila siratin mustaqim, nëse don me qenë i udhëzuar rrugën e drejtë, fala ta'dil an sunnah. Mos e deviju rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, wala takhruj an tariqati ashabih, dhe as mos del nga rruga e shokëve të tij, e në vit të parë janë Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu.